Përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi ditën e sotme për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit. Po elektrizojnë median, po bombardojnë median, Gjesti dhe Egli lajme pafund, tash e theme pafund, të vërteta pafund, gënjeshtra pafund. Do të thënë janë në shënjestër të gjithë medias ros, po flitet për to, po flitet për marrëdhënien e tyre, kemi nga këto fjalët që janë të ndarë, kemi nga fjalët e tjera që Gjesti merret me dy femra njëkohësisht edhe krijon dy marrëdhënie, do të thënë asnjë gjë nuk është e verifikuar, asnjë gjë nuk është e argumentuar, ajo që thjesht ka mbetur për të kuptuar dhe në fakt është lënë për të kuptuar është që Gjesti dhe Egli kanë një marrëdhënie të mrekullueshme të dy së bashku dhe unë jam munduar që këtë marrëdhënien ta përmbledh në fakt në disa fjalë. Prej kohësh, një nga temat më të përfolura në rrjetet sociale dhe në faqet e showbizit shqiptar është marrëdhënia midis Egli Takos dhe Gjestit, dy figura të njohura që arritën të fitojnë zemrat e publikut gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4. Spekulimet, thashetemet dhe diskutimet nuk kanë munguar. Por ajo që i ka bërë të gjithë më kurioz është pikërisht mënyra e heshtur dhe e rezervuar me të cilën çifti ka vendosur të trajtojë raportin e tyre pas daljes nga spektakli. Ditët e fundit mediat janë vërshuar me pyetjen: a janë bashk Egli dhe Gjesti? Kjo është pyetja që në fakt më së shumti po bëhet. A janë bashk Egli dhe Gjesti? Disa interpretojnë heshtjen e tyre si një shenjë të ftohjes, të tjerët mendojnë se po luajnë me kuriozitetin e publikut. Por nga burimet e besueshme dhe të afërta me çiftin, mësohet se marrëdhënia e tyre jo vetëm që ekziston, por ndodhet në një nga fazat më të lumtura dhe më të qëndrueshme që prej fillimit të njohjes së tyre. Burimet tona tregojnë se Egli dhe Gjesti kanë zgjedhur të jetojnë lidhjen e tyre larg syrit të publikut, në një privatësi të plot, larg presionit të vazhdueshëm mediatik. Ata janë të dashuruar, të përkushtuar ndaj njëri tjetrit dhe po ndërtojnë me qetësi një raport të shëndetshëm pa ndikuar nga zhurma e rrjeteve sociale apo zërat e jashtëm. Ky vendim për të mos e bërë lidhjen publike nuk vjen nga një ndarje apo një krisje, siç mund të nënkuptohet nga disa, por nga një dëshirë e përbashkët për të ruajtur intimitetin dhe thelbin e asaj që ato të dy e ndajnë së bashku. Ata e dinë mirë se fama e momentit mund të jetë e bukur, por gjithashtu edhe shkatëruese. Prandaj kanë zgjedhur rrugën e maturisë, të mbajnë për vete dashurinë dhe të rrisin atë në paqe. Gjatë qëndrimit në Big Brother VIP, kimia mes tyre ishte e padiskutueshme. Momentet e afërsisë, bisedat e sinqerta, mbështetja reciproke dhe mënyra se si e shikonin njëri tjetrin u komentuan gjërësisht nga ndjekësit dhe fansat. Shumë i përkufizuan si çifti më i vërtet i këtij edicioni dhe duket se jeta e formatit po e vërteton këtë bindje që po përflitet. Ndërkohë Egli është duke punuar intensivisht për projektin e saj të ri muzikor, ndërsa Gjesti ka nisur të përqendrohet në projekte të tjera artistike. Të dy janë në një fazë të rëndësishme të zhvillimit profesional dhe kanë vendosur që rruga e tyre si individ të mos ndikohet nga publiciteti rreth jetës private. Kjo heshtje nuk është një refuzim i dashurisë, por një zgjedhje për ta mbrojtur atë. Egli dhe Gjesti janë së bashku, janë të lumtur dhe e ndjejnë se dashuria e tyre nuk ka nevojë të provohet me postime, deklarata apo intervista. Ata zgjedhin të jetojnë dhe jo të dëshmojnë. Në një kohë ku çdo ndjenjë përkthehet në like, çdo përqafim në story dhe çdo marrëdhënie në ndjekës, ky çift duket se ka zgjedhur një rrugë të ndryshme, më të rrallë, më të matur dhe më të sinqert. Ata dashurojnë larg kamerave, por shumë pranë njëri tjetrit. Kështu të paktën jam munduar unë ta përshkruaj marrëdhënien e Gjestit edhe të Eglit. Besoj se me plot të drejtë e kanë për
për të ruajtur i çik privatësinë dhe për të kaluar momente më të qeta së bashku. Të paktën gjesti ka kaluar mbi 7 muaj brenda një formati që në fakt është shumë e vështirë të përballosh qëndrimin në këtë format, dhe e dyta, tashmë ato të dy janë të pozicionuar në nismën e artit dhe karrierës së tyre. Ajo që unë po shoh është ndjesia e pozitivitetit që Gjesti dhe Egli ka në fytyrë. Unë mendoj kur një çift është në rregull me veten dhe ka krijuar këtë paqen me veten që unë do jetoj ndjesinë time dhe nuk do merrem me atë se çfarë thonë të tjerët dhe se si e perceptojnë të tjerët, mendoj që gjithçka është okay dhe kjo marrëdhënie dhe ky çift janë duke jetuar ditët më të lumtura dhe më të bukura të jetës së tyre. Po e shijojnë pafund dashurinë, po e shijojnë pafund pozitivitetin që falën kjo dashuri dhe e jetojnë pafund çdo moment. Ne arritëm të kuptojmë edhe nga Najdi që çifti është në ditët më të mira të tyre, kanë përzgjedhur që të njihen edhe më gjatë jashtë shtëpisë së Big Brotherit, të njohin natyrën e njëri tjetrit, njohin karakterin e njëri tjetrit për të bërë një hap më të madh dhe të rëndësishëm, siç është në fakt dashuria apo një moment më i madh se sa dashuria. Ajo që më ra në sy, në të cilën unë dua në fakt të komentoj në videon tjetër, është një gjë që ndoshta shumë të tjerëve nuk do t'ju kishte rënë në sy, se sa e përmbajtur dhe sa e lumtur ishte Egli me Gjestin. Gjithsesi, marrëdhënia e tyre është shumë e bukur, marrëdhënia e tyre është shumë pozitive, ka shumë energji brenda saj dhe aty domethënë kuptohet që gjithçka është në nivelin më të duhur. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.